Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës, po ashtu edhe për gjatë minutave në vim, do të ndalemi tek emocionet që do të na ofrojë sfida ndërmjet Anglisë dhe Shqipërisë në 21 mars në orën 20:45 minuta. Do të vjojmë analizën tonë sa i takon qëndrueshmërisë, por edhe cilësisë lojtarëve të kombëtarëve shqiptarë të futbollit, pse jo edhe atyre të Anglisë, duke patur parasysh që Anglia nuk është një skuadër e thjesht për të mundur, por edhe e kollajt nga ana tjetër, duke patur parasysh edhe cilësinë e lojtarëve të kësaj skuadre. Më bashkohet në këto momente në një komunikim të drejt për drejt nëpërmjet Skype-it, ish futbollisti, njëkohësisht mik i mirë i hapësirave sportive në Fox News, Sajmir Patushi. Patush, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Faleminderit juve, mirë dita. Patush, marr komentin, opinionin tënd të parë. Jemi në kualifikueset e botërorit 2026, i çelim këto kualifikuese me një sfidë të ashpër, me një sfidë të fortë, të rëndë, pasi kemi përballë një skuadër si Anglia. Marr një koment të përgjithshëm dhe më pas ndalemi në teknikalitetet dhe detajet dhe cilësinë patjetër të lojtarëve të kombëtarës shqiptare në këtë sfidë. Normalisht është një sfidë e vështirë. Normalisht kemi një kombëtare që çdo kush nuk do e uronte që ta kishte në grup, por gjithsesi nganjëherë nëse do të arrish atje ku ne kemi ose ne pretendojmë si kombo, ose si federatë ose si kombëtare, besoj që duhet ndeshësh edhe me të mëdhajat. Pavarësisht se një emër i madh si Anglia ose një kombëtare e madhe, normalisht ne duhet përballemi edhe me të mëdhajat. Pa i hequr meritat kryesore që ai kontingjent lojtarësh që Anglia ka, mund të themi janë sot në tregun më të mirë në europian. Gjithsesi duhet masim forcat për i kundërshtar të jashtëzakonshëm, por nganjëherë kur ne nuk kemi çfarë humbasin në letër, them, gjithmonë duhet tentojmë dhe pse jo mos nganjëherë edhe çuditat dalin, por gjithsesi kundërshtari i vështirë, por mund të themi që duhet jemi me këmbë tokë dhe t'japim maksimumin për këtë ndeshje. Të paktën këtë theksuan edhe futbollistët tanë. Patush, duhet të jemi të fortë fizikisht, të fortë moralisht, të fortë psikologjikisht e gjithçka tjetër, sepse ne e dimë që futbolli është një sport i cili ndryshon nga dita në ditë dhe të shfaq gjithmonë më shumë surpriza nga dita në ditë. Por ajo se çfarë më bëm shumë përshtypje, Patush, ka qenë një informacion që e kam lexuar së fundmi, të paktën pjesa përbërëse e skuadrës Anglisë, pra formacioni përbërës, qofse do ta marrim me shifra, shkonte në 1.3 miliard euro. Ndërkohë pjesa përbërëse e skuadrës tonë shkonte gati 100 milion euro. Kur shef këto shifra në një farë mënyrë trëmbësh, Patush, sepse thuaj që ne kushtojmë vetëm 100 milion euro, ndërkohë që do të përballemi me një skuadër pjesë përbërëse e cilës shkon në 1.3 miliard euro, që janë shumë fish më shumë se sa ne. Patjetër, janë shifrat jashtëzakonshme që në tregun sot unë besoj që futen të lojtarë ndër më të paguarit në botë. Normalisht është një kombëtare që thash ka vlera, ka lojtarë shumë cilësor që mbizotojnë tregun e futbollit evropian dhe botror, por normalisht nuk është ajo që shfaqson lojtarë që duhet shtrëngojnë muskuj, duhet japin maksimumin, duhet t'japin atë jo 120%, po nganjëherë themi edhe të kalojnë 200%, sepse është një kundërshtar shumë i fortë. Vetë liga ose liga angleze që ne shohim çdo javë, është kampionati më i fortë në botë dhe ka një ritëm tjetër që shumë pak ekipe ju përshtaten. Por nganjëherë kur s'ke çfarë të humbësh, duhet marrësh masa dhe derdhë shumë djerës që të pakët ne duhet të jemi dinjitos në fushën e lojës. Pavarësisht rezultatit, po duhet bëjmë më të mirën që hapësirat e këtij kundërshtarit ne sa më shumë të ngushtohemi dhe t'i lejmë sa më pak hapësira. Por mos harrojmë diçka tjetër që nganjëherë kur ti mendon se në letër je shumë i dobët, nganjëherë ka dhe surpriza të jashtëzakonshme. Nuk duhet të shohim ndjen që të ecim përpara, pavarësisht se është Anglia apo mund të jetë Brazili nesër, normalisht duhet ta konsiderojmë si në 90 minutë një teorie të mirë që ne duhet shkojmë në thojse që ne kemi në plan për të shkojmë në botror.
Patush, mendon se do të përballemi me të tjerë djem nga ajo se çfarë pam në kualifikueset për Europianin, por edhe qoftë në vetë kampionatin Europian, do të kemi ndryshime, se kam përshtypjen nga gabimet kemi mësuar, në qoftë se s'kemi mësuar, do të vjojmë të përballemi prapë me gabime, po. Normalisht këto janë zgjedhje që stafi dhe trajneri bën. Normalisht duhet provojmë djem tjerë, sepse nëse do të arrish në një kompeticion si botrori, unë besoj që duhet zgjedhësh ato lojtarë që janë momentalisht më në formë, momentalisht që bëjnë më të mirën te ekipet e tyre, momentalisht që kanë minutazhin e duar në këmbë dhe duhet të jenë në një formë të jashtëzakonshme, se ke një kundërshtar si Anglia. Normalisht zgjedhjet e Silvinjos, pavarësisht se ka dhe mungesa, normalisht duhet të jenë studiuara, sepse nëse do shkojmë atë mendimin që një grup lojtarësh që bën mirë te Europiani, edhe këta mund të bëjnë mirë, unë besoj që është e gabuar, por duhet të jemi me këmbë tokë dhe të shohim çfarë do jetë në fushat Silvinjo. Kemi mungesa patush, të paktën sipas informacioneve dhe asaj se çfarë ka vendosur në dispozicion vetë trajneri Silvinjo, kemi rikthime, kemi surpriza, si mund të jetë rikthimi i Armando Brojës dhe Naser Alii, ndërkohë kemi mungesën e Hysajt, Baret, Tucit dhe Mario Mitajt. Tani, në këto mungesa, kë sheh si problemin më të madh në ndeshjen me Anglinë, duke patur parasysh edhe pozicionet? Problemi më i madh unë besoj që është Mario Mitaj. Normalisht pra krau i majt. Nga krau i majt. Ne normalisht ne kemi vuajtur që pas ikjes së gollit, unë besoj që kombëtarët shqiptarë ka vuajtur. Ne themi nganjëherë që shija mbi tort erdhi Mario Mitaj, por të vjen keq se nuk është këtë 90 minutë, sepse unë besoj që Mario do ndihmonte shumë ekipin kombëtar, sepse mund të themi ka një klasë tjetër që ne kemi vuajtur për që ta shikojmë në kombëtare. Po kjo është futbolli, kjo është mund të themi në thojza fatkeqësia e individit që nuk e kemi pjesë të kësaj ndeshje në 90 minutë. Urojmë që shërimi të jetë sa më i shpejt, sepse Mario na bën shumë mirë mbrapa, na jep atë qetësinë që ne duhet të kemi tek këto ndeshje. Është nga ato lojtarë që nuk futet në presion, por gjithsesi duhet të shikojmë se çfarë do bëj Silvinjo dhe kë do ecë Silvinjo. Normalisht është mungesë e madhe për mua, është mungesë që do e vuajmë te ky 90 minutë me Anglinë, por pjesa tjetër e lojtarëve, po ajo nuk është se janë plus minuse, po të shikosh janë ato lojtarë që kanë qenë, por me minutazh në për ekipet e tyre të pakët, që normalisht na zbe pak atë mund të themi performancën që lojtarët mund t'i japin, sepse nëse ti nuk merr atë çfarë duhet marrësh në fundjavë 90 minuta të plota në këmbë, besoj që performanca e çdo lojtari, çdo sportisti vjen rënë jo në rritje. Pra mungesa e Mitajt është ajo themra e Akilit, mund ta quajmë patush, sepse përveç Mitajt kemi dhe 4 lojtarë të tjerë të cilët mungojnë, po kam përshtypjen duke lexuar pak edhe këndvështrimin tënd janë të zvendësueshëm me pak fjalë. Normalisht për vetë Mitajt, unë besoj që pjesa tjetër kam një shkëputje me Semir Patushin, regjia do të sistemoj për pak minuta. Ndërkohë që jemi duke folur për formacionin, për performancën dhe atë se çfarë do të na japë dhe se çfarë do të na përcjell skuadra jon kuqezi në stadiumin e Wembley, aty ku do të përballet në këtë sfidë të parë për kualifikueset e botërorit me një skuadër si Anglia. Ndërkohë e kam sërish Patushin në linjë. Patush, jemi sërish së bashku, patëm një shkëputje të vogël, gjithsesi në këto momente jemi okay. Normalisht unë mendoj që pjesa tjetër është e lukëverueshme, sepse po të shikosh lojtarët, unë besoj që nga sulmi edhe nga tjetër mund të kemi alternativa, mund të kemi Uzunin, mund të kemi lojtarë tjerë që kanë bërë mirë te ekipet e tyre, por normalisht Mitaj është ai që ne na jep atë freskinë që e thash dhe pak më parë që na prish shumë punë ose planet e trajnerit. Por mund të themi që këta djem do nxjerrin nga arkivi dhe duhet t'japin atë që nuk e kanë dhënë ndonjëherë sepse kemi kundërshtar shumë vështirë.
E kuptoj, ndërkohë kemi një rikthim të brojës dhe Naser Aliit. Sa e shton entuziazmin për skuadrën tonë rikthimi i këtyre dy sportistëve. Ndërkohë duhet të marr pak opinionin tënd Patush se lakon edhe prurjes më të re të Silvinjos, që është etnik bruti, vetëm 21 vjeç, një lojtar për të cilin ka patur një debat shumë të madh. Tani të them për brojën, unë besoj që broja duhet jetë me këmbë tokë, nuk duhet bëhet ato gabime që ka bërë, sepse rikuperimet duhet të kenë kohën e dur dhe momentet e dur, sepse na çedoj prapë dhe mund mos ta kemi një pjesë të mirë të sezonit, më mirë duhet të jetë i duruar, sepse do e humbasin dhe po mos ta kesh pjesën tjetër të sezonit, mund të vitë keq. Duhet të jetë me këmbë tokë, unë besoj që mediat angleze dhe Evertoni nuk kanë dhënë okej që broja të luajë. Normalisht nuk e shikoj që do jetë pjesë e këtij 90 minuti. Kurse për pjesën tjetër, për prurjet në re që ka ardhur, unë besoj që tymnaja ose mediat që kanë bërë, ose pjesa e trajningut, pjesa e menaxherëve, pjesa e trajnerëve që kanë folë që njëra pjesë është tradhtar, kurse tjetra është ka po si mund të ketë futbolli tradhti o Patush, se këtu është të çmenduria. Unë besoj që është një pjesë e gabuar e trajningut që mund të flasë kështu, sepse nuk mund të ketë, për një flamur nuk mund të ketë tradhtar. Ne kemi vetëm një gjuhë të shprehur të futbollit. Gjuha e futbollit është e shprehur, suksese atje ku ai mendon, sepse është zgjedhje individuale e çdo sportisti. Normalisht çdo trajner ose çdo mund të themi çdo klub ose çdo kombëtar mund ta dëshirojë të kemi edhe Messi nesër, ne mund ta kemi. Por është çështje individuale që ata zgjedhin, normalisht nuk është se ne duhet t'i paragjykojmë. Normalisht ne duhet t'i paragjykojmë vetëm për çfarë ata do japin në fushë të ekipet respektive që mund të ketë. Si nga ana jonë që mund të shkojnë te Kosova, si nga ana kosovarëve që mund të vinë te Shqipëria. Dhe më vjen keq për pjesë mirë trajningut, ose më vjen keq për pjesë të atyre lojtarëve që e dinë se shumë mirë që menaxhimi sot është pjesë e çdo sportisti individual. Dhe nuk mund dalësh thuash për një sportist që është tradhtar, është dezertor, sepse vajt ka loska me Shqipërinë apo anasjellas me Kosovën. Mund vjen keq, është turp për të thonë një sportist i tradhtar, por futbolli sot është mund të themi që është në klapa që nuk duhet të jenë në mes tyre dy kombëtarëve që të ketë këtë gjuhë urrëtie. Është për ta të keq, është turp për ata që i nxjerrin nga goja. E kuptoj, ndërkohë dua të marr pak opinionin tënd dhe atë se si e ke lexuar grumbullimin e plot të trajnerit Silvinjo, qoftë në port, qoftë në mbrojtje, qoftë në mesfush apo qoftë edhe në sulm Patush. Tani ne nuk është se kemi luksin që kemi 50 lojtarë dhe nuk është se këtë përzgjedhin. Normalisht mbas sa dëmtimeve Silvinjo vjen me një sforco ose në gjuhën e sportit ne i themi me arnime që do arnoj ekipin. Por gjithsesi një pjesë e madhe e lojtarëve Silvinjo ato ka përzgjedhur edhe në eliminatorët e Europianit. Është një grup që ai e di shumë mirë se çfarë ditë bëj dhe normalisht i ka studiuar gjatë gjithë kësaj kohe. Por unë besoj që ky grup lojtarësh duhet rinovohet sepse normalisht duhet pretendojmë për diçka tjetër. Kur pretendojmë për diçka tjetër, duhet kemi një marsh tjetër që ne duhet për atje kur mendojmë që të shkojmë, duhet kemi një marsh tjetër që Kupa e Botës të jetë, mund të themi që duhet kemi diçka ekstra çfarë ne kemi parë për te kampionati evropian. Në analizën tënde Patush, si do të jetë pjesa e formacionit, pavarësisht se ne nuk e kemi ende zyrtarisht një të tillë. Po duke parë edhe Europianin, por edhe mënyrën e lojës së Silvinjos, kujt do t'i besohet porta, mbrojtja, mesfusha, sulmi? Shiko, këto janë pjesë, mund të themi, gjëra që Silvinjo dhe stafi do përzgjedh ato lojtarë që do të jenë, mendoj unë që janë më në formë dhe kanë bërë më mirë te ekipet e tyre përkatëse. Që unë tani them që nga porta deri te sulmi mund të çedojnë. Por normalisht ato që kanë bërë mirë te ekipet e tyre dhe ato që kanë pasur minutazhin e duhur, besoj që Silvinjo do t'u japi dhe unë nuk është se Silvinjo do ndryshojë në gjë të skemat. Është pa ajo 4-3-3 që Silvinjo ditë bëj. Mendoj që mund të kemi edhe thojza nga që kemi një kundërshtar fort, mund të luajmë me një dik para mbrojtjes,
por gjithsesi do e shikojmë, nuk është se Silvinho ndryshon shumë të skemat ose të lojtarët, sepse ato që ai mendon që i ka në kokë dhe të besuar. Në qoftë se në kampionatin evropian, surpriza e atij kampionati ishte Yasir Hasani me atë goditjen dhe atë këmbën e cila u përhap shumë shpejt në rrjet patush. Kush mendon se do të jetë surpriza e këtyre kualifikueseve, këtij botërori për skuadrën tonë patjetër? Normalisht ne themi që gjërat shkojnë në grup. Kur gjërat shkojnë në grup, pastaj ana individuale që çdo kush ka, ose klasi lojtarëve që çdo kush ka, si Hasani, ashtu edhe Muçi, ashtu edhe Zuni, po na erdhe dhe Broja, ne bëjmë shumë mirë pastaj para. Ne bëjmë shumë mirë pastaj në sulm, sepse mos harro që mund të themi kemi një mbrojtje shumë të mirë, nëse do rikthehet dhe Mita, urojmë që të rikthehet shpejt. Me Xhemshitin lider, unë besoj mbrapa ne krenohemi, pavarësisht se këtë neshje ne vim të arnuar, por gjithsesi kur gjërat shkojnë mirë në grup, unë besoj që zgjidhja individuale që ne bëjmë pastaj nga Hasani apo nga Uzuni apo nga Muçi apo nga Broja, kur uroj që të vi sa më fort, besoj që zgjidhjet individuale përpara i kemi. Ndërkohë, pas Anglisë përballemi me Andorën, këtu në shtëpinë tonë. Patush do të përballemi në qershor më pas me Letoninë dhe Serbinë. Në një analizë që bëri i madhi dhe i vetmi Vim Baku, tha që ne lojën e kemi me Serbinë, nuk e kemi me Anglinë. Normalisht kështu është. Në letër ne nuk mund të krahasohemi, sepse po të shikosh përbërjen e ekipit anglez, ne nuk është se kemi ne lojën me të vërtetë ne kemi me Serbinë. Pavarësisht se si kanë shkuar rrjedhoja e viteve të fundit me Serbinë, ne kundërshtarin direkt kemi, ose 90 minutin direkt ne kemi me Serbinë. Nëse ne do jemi shumë kujdesshëm dhe të japim më të mirën kundrejt Serbisë, unë besoj që duhet jemi me këmbë tokë dhe të marrim maksimumin, sepse nganjëherë kur ti mendon që je inferior, unë besoj që gjërat tjetërsohen, sepse futbolli sot na ka dhënë diçka që unë mendoj që nganjëherë kur ti je i lehtë në letër, unë besoj që fusha e blerë na ka dhënë diçka tjetër. Dhe ne duhet të fokusohemi jo te Anglia, po te Andora dhe te Serbia. Normalisht do t'i marrim ndeshjet 1-1, sepse mbas 3 ditësh na vi Andora, duhet marrim maksimumin me Andorën, pastaj të fokusohemi dhe çdo gjë ne do e ndajmë me Serbinë, jo me Anglinë. E kam të qartë. Ndërkohë, një problematik patush ka qenë për të paktën për gjatë kualifikueseve të Europianit, por edhe vetë kampionatit Europian, ka qenë zvendësime të shumë të pakta dhe zvendësime në minutat e fundit të lojës, pra në 10 minutin e fundit, ndërkohë që gjithë skuadra tjetër vraponte dhe donte të jepte maksimumin. Mendon se Silvinho ka mësuar nga ky gabimet e cilat në një farë mënyrë kanë rezultuar fatale në rezultatin që ne kemi marrë në disa prej ndeshjeve në Europian, sepse normalisht zvendësimet kanë qenë gjatë 5 minutave apo 10 minutave të fundit të lojës. Do ta bëjmë këtë gabim apo? Normalisht, prandaj unë them që nganjëherë trajnerët janë ata që duhet të jenë më të kthjellët dhe duhet marrin atë që duhet përçmojnë nga pjesa tjetër që vjen nga stoli, që të jenë më të freskët dhe duhet marrin atë që të japin më të mirën për këtë 90 minutë. Por gjithsesi, unë kam kritikuar Silvinho dhe kam thënë nga herë është trajner frikacak, sepse ndrrimet kanë qenë me vonesë. Në kampionatin evropian, ndrimet nuk kanë bërë në kohën e dur, zëvendësimet kur janë ndruar, nuk janë ndruar ato që duhet të jenë në fazën ofensive që ne pretendonim që ta godisim kundërshtarin, por normalisht duhet të ketë mësuar dhe duhet marrin një ide tjetër se zëvendësimet dhe freskimi i ekipit, unë besoj që i bën mirë pjesës tjetër që japin maksimumin. Normalisht ata kanë nxjerrë detyra, se Silvinho nuk është se nuk din, ai din shumë mirë, por do e shikojmë dhe kjo do të jetë ajo që ne do shohim. E fundit patush, marr parashikimin tënd për rezultatin e ndeshjes me Anglinë. Nuk e di çfarë do të dëshiroje ti me zemër, po unë me zemër të dëshiroje edhe çdo shqiptar të fitonin, por uroj që të kemi një X, më thojë, shumë të vështirë.
Pra një barazim edhe për ty. Patjetër, një barazim me shumë vuajtje. Mirë, ju që merreni me futbollin, shpesh keni të njëjtat dhe ndani të njëjtat mendime, kështu që më e mira do të jetë barazimi edhe për ty. Po. Është më e mira sepse do na jetë edhe një mars tjetër për kundërshtarët ose për kundërshtarin që ne mendojmë thojza kemi Serbinë. E qartë. Patush, të falenderoj shumë për analizën, për informacionet, por edhe për komentin dhe opinionin tënd, si gjithmonë je i mirëpritur kurdoherë. Faleminderit juve. Mirë, ishim me Sajmir Patushin, ne shkëputemi në publicitet.